Veç pse është minoritet e ka marrë. Se qysh e ka marrë ndryshe? Kuadër. Qfar kuadër e Allah Hile Elberti? Pa lepa është zotë. Zoti Balaj, Kuadër Elberti. a kemi qartësi, si po ecim për para? Kjo veç që ka që dhe një oktavë manej, mjegullin butaforin, dhe me thonë, po e mira e kësaj, kushtimisht për thëmë që mundet më ndodhë që i hapë rrugë zgjedhjeve të reja. Si? Dhe kjo është mirë që po flisni. Si shkojmë zgjedhje të reja? Mundet më hapë, është situatë shpresdhënëse në një variant që i hapë derë zgjedhjeve të reja, edhe me një fushat kështot matë moderumet për partive politike, ku eklipsohet gjuha edhe anomozitetet që kanë kulmu me non shkurt, prap ka shpresë për ndërtim të koalicioneve midis partive politike. Dhe me thonë, po vetëm si arrim nga dita sot me deri të dita zgjedhjeve, kjo periudhë po më intereson si të tjenë hapat. Është sekuencimi. Po. Për pjesën. Po dhe ligjore. Jo, po shihet disponim për këtë partive. Po, disponimi po zëmë që është nga gjithë. Jo para 9 nëndorit. Nuk kanë disponim para 9 nëndorit. Po dhe duket se s'do të ketë mundësi, do shta tash absolute, jo, para 9 nëndorit. Do shta në këtë funksion janë këto vendime. Po ja ta bëj një kalkulim thjesht, nëse nesër del akt gjykimi i gjykatës kushtetuese që dyshoj me sot do ta kishim, pra sipas praktikës së deri tashme akt gjykimet e gjykatës kushtetuese ose edhe njoftimet, por që kanë çel rrugë ose kanë dhënë drejtim, kanë dalë kryesisht premteve pasdite, rreth orës 4 në fund përfundim të orarit punës, ose po e zëm nëse nuk e mbrin të premten, shkon të hënën. Po e zëm me këtë skenarin optimist të së premtës, do të kemi akt gjykimin e gjykatës kushtetuese. Është data 3, hynë në gazetën zyrtare. Tek me datën 15, pra 8 orë, e kemi kohën brenda cilit duhet të konstituohet kuvendi. Nëse mbrin deri atëherë konstituohet kuvendi, në rregull, fillojmë jepet mandatit parit, janë 15 ditë për atë, mund të edhe ta kthejmë pas një dite, mund të jepet dy skenarion, po e zëmë që deri me 16 përfundon kjo. Pastaj janë spaku 30 dhe mës lartë 45 ditë deri në ditën e zgjedhjeve. 30 nëse flasim, i bie po me 15 nëntor. Tek me 15 ose 16 nëntor. Por fushat, bashkë me fushatën për balotazh, do të ketë. Mund të ketë. Edhe nëse shkojnë me 16. Mund të ketë. Jo domosdoshmëri do të ketë. Mund të ketë. Edhe diçka që ndërlidh më shumë me